Përfitimet e drogës janë vetëm në duart e një kupole mafioze, e një kupole kriminale, të lidhur drejt për drejt me Edi Ramën, me Sajmir Tahirin dhe një grusht pushtetarësh. Dhe këto përfitime ka një dhe vetëm një qëllim, pushtetin dhe pasurimin e Edi Ramës, Sajmir Tahirit dhe kriminelve me cilët erdhin pushtet e me cilët do të mbaj pushtetin. Prandaj nuk arrestuan për 3 vite me radhë Escobarin e Ballkanit, ku ne e denoncuam si një emrim kriminal në kryet kupolës shtetërore. Dhe nuk lëviz gishtin sot me gjithë se Klement Balilaj ka peshk nga jahti ti luksos dhe shëtit nga dasma në dasëm, pjesë e këtij plani kombëtar. Është edhe krijimi i gjandarmërisë kombëtare shqiptare si një bashkëpunim midis forcave të armatosura të Republikës Së Re dhe policisë, organizatës policisë, për të mundësuar që mira bi dhe bia shqiptarësh me përgatitjen e dur, me investimet nga taksapaguesit shqiptar, europian dhe amerikan, të marrin pjesë dhe të kenë përgjegjësinë e tyre krah për krah policisë shtetit për të siguruar rendin dhe luftën kundër drogës në çdo pëllëm të Republikës Së Re